për të dhënë disa mënyra se si mund të ndihmojmë veten, personat cilët vuajnë nga rezistenca ndaj insulinës. Treguam simptomat, treguam analizat, tani tregojmë disa hapa natyrale. Te analizat mos harroni një diçka, është shumë e rëndësishme që te analizat duhen bërë kur bëhet insulina, bëhet edhe esëll edhe pas buken. Përgjithësi laboratorët nuk e bëjnë shumë. Bëjnë vetëm esëll dhe ripërsërisin e herë tjetër. Po duhet të tregoj sepse vërtet insulina bazale është metabolike, është ajo esëll. Po nga ana tjetër për të kuptuar gjatë një agjerimi se sa e kemi nivelin e insulinës në gjatë. Po nga ana tjetër pas 2 ore të ushqimit tregojmë realisht si reagon ushqimi në aspektin metabolik ton. Si reagon trupi ndaj karbohidrateve? E pranon qelizat insulinë apo jo? Si veprojnë qelizat brenda insulinë? Pankreasi po prodhon sasi të tepruar apo jo? A është i ngarkuar pankreasi, a është i lodhur apo jo? Kështu që është e mira që të bëhet edhe 2 orë pas buke për të shikuar djegjen e yndyrës, rritjen e inflamacionit, dëmtimit e enëve gjakut, për të shikuar të gjithë këto element bazë dhe pastaj të japim një konkluzion ndoshta edhe më të mirë. Ndërsa për çështjen e kthimit që thua ti, kjo mundet të kthehet, pra gjendja nga rezistenca insulinës dhe të kthehemi në gjendje normale, po, sepse kjo nuk shërohet me ilaçe. Sepse ilaçet nuk përmirësojnë shkakun. Problemi është që ne përmirësojmë shkakun. Në rast se ne nuk kemi një dëmtim të pankreasit, nuk e kemi të lodhur, nëse nuk ka vite të tëra që zgjat, atëherë ne kemi një probabilitet shumë të lartë që ne mund ta rikthejmë. E para duke që të ulim nivelin e insulinës, duhet të përmirësojmë gjumin. Duhet të ulim nivelin e stresit. Duhet të lëvizim më tepër dhe të bëjmë më tepër aktivitet. Duhet të zgjedhim një ushqim më real. Duhet të ulim vaktet e ushqimit dhe jo në çdo kohë që të ushqemi, se s'është e rëndësishme që ne ham shëndetshëm. Edhe kur ham shëndetshëm, insulina rritet. Sa do shëndetshëm të ushqesh, insulina rritet, pra nuk qëndron. E vetëm një kohë kur insulina nuk rritet, është midis 2 periudhave që nuk hahet bukë, pra që nuk hahet ushqim. Atëherë bie sepse qeliza fillon dhe qetësohet. Prandaj duhet ta dimë edhe këtë gjë. Pra varet jo vetëm çfarë ham, por edhe kur ham. Pra në shumicën e rasteve ajo mund të kthehet. Duhet ulim pastaj bazën kryesore, çfarë duhet bëjmë? Duhet ulim nivelin e sheqernave, uljen e karbohidrateve, uljen e ngrënieve të shpeshta, konsumimin jo të miellit, të ushqimeve me nisteshe, ushqimeve të cilat kanë nivele të përpunuar, nivele të larta që nuk kanë nivele të mira të fibrave dhe duhet marrim ushqime që kanë nivele të proteinave të pastra, si peshku, kryesisht sardelet, mishi i rritur natyrisht, pule fshati, veza, që të urin urin, duhet të shtojmë yndyrnat e shëndetshme, siç është vaji i ullirit, vaji i kokosit, vaji i avokatos, ullin, gjalpin e pastër të fshatit, arat, bajamet, lajthit, sepse insulina nuk rritet nga yndyrnat e mira. Madje në momentin kur ne konsumojmë fruta, sidomos edhe diabetikët, kur konsumojmë ara dhe bajame bashkë me frutat, atëherë niveli glicemisë në gjak rritet shumë gradual. Më pak, sepse janë fibrat të cilat ndikojnë të këto arore që janë në sasi më të lartë. Perimet të cilat është brokoli, lakra, sallata jeshile, të cilat e ngadalsojnë përthithjen e sheqerit dhe ulin nivelin e inflamacionit dhe nivelin e konsumimit të frutave të pyllit, të mollës, të dardhës, të bishtajoreve kryesisht, fasuleve dhe tjera dhe shtimin e uthullës mollës, të kanellës, të shafranit, të çajit jeshil, sasi më të lartë të hudhrës, të qepës së kuqe kryesisht dhe heqjen e këtyre pijeve të ëmbla, ushqimeve ultra të përpunuar, bukës së bardhë dhe bukës në përgjithësi dhe miellit, që ka shumë lloje problemesh brenda, se nuk ka vetëm problemin e glutenit, ka problemin e shumë elementeve shtesë të cilët janë të dëmshme. Reduktimin e pak të orizit pra jo sasi të lartë dhe më shumë pushim metabolik, më shumë agjerime. Sepse duhet të rrim një kohë që trupi të rigjenerohet në këtë drejtim. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë që rezistenca ndaj insulinës nuk kurohet nëpërmjet ilaçeve. Shtesa të tjera që mund të përdorim është berberina, që është shumë e fuqishme për uljen e nivelit të hemoglobinës, të glukozuar. Shafrani i Indisë që unë përmenda, uthulla e mollës, po ashtu është shumë e mirë farat fenugreek. Ashwagandha për të ulur stresin, sepse ne dimë shumë mirë, sa më shumë stres i lartë, aq më shumë rritet niveli i insulinës. Është probabilisht kjo. Pra po ashtu dhe problemi i gjumit, sa më shumë rritet kortizoli. Prandaj edhe njerëzit që janë me diabet në përgjithësi kanë probleme me nivelin më të lartë të kortizolit dhe stresit. Përdorimi i ashwagandhës, i rodiolës, i lemon balmit, pra i melissa officinalis, që është shumë qetësuese, i çajit të blirit, pra bimë të tjera medicinale, lule radhiqes, të xhinxherit, të çajit jeshil, që ne mund t'i konsumojmë, për shembull mund të pim pas drekës vakteve, pak çaj jeshil, xhinxher të përzihen me kanellë.
para vaktit të ushqimit të konsumojmë 2 rrugu të mëdha, sepse nëse do na i toleroj edhe stomaku. Prandaj këto janë elementet e parë që ne mund të bëjmë që ta rregullojmë pasi të marrim pjesë. Pastaj duhet patjetër të rakordojmë me një specialist të naturopatikës, nutricionit, dietologjist, mjekut për t'i rregulluar pastaj në detaj sipas problematikave të tjera që ka. Po, se mund të bashkëshoqërohen edhe me gjendje të tjera shëndetësore. Pra, ju thatë më parë që ka njerëz që edhe pse mund të mbajnë një regjim të shëndetshëm ushqimor, sërish janë rezistent ndaj insulinës dhe këtu rol të madh luan sasia ushqimit edhe respektimi i vakteve ose koha që duhet i lëmë. Sa duhet jetë kjo kohë? Pra, prej sa orësh duhet ushqemi rregullisht, përveç se ndonjë agjërimi që mund të bëjë? Shiko, kjo është në bazë të moshës. Një fëmijë nëse mund të konsumojë 3 herë, 4 herë, 5 herë ushqim në bazë të moshës, në bazë të punës, në bazë të aktivitetit që bën një person, pra janë shumë të lidhura në bazë të pozicionit gjeografik, sepse nëse ti jeton në një vend nordik apo në një vend të ftohtë, patjetër që ke nevojë më shumë për yndyrna, për më shumë ushqime etj. Nëse merresh me aktivitet, ke më tepër mundësi për të ngrënë ose probabilisht duhet të konsumosh më tepër. Por në rast se, pra sipas moshës, një person që kalon mbi të 55-60 vjeçarin duhet të fillojë ta reduktojë deri në 2 vakte ushqimin. Dhe një person që kalon mbi 65-70 vjet duhet të konsumojë 1 deri në 1 vakt e gjysmë ose 1 vakt e gjysmë të ndarë në 2 pjesë të vogla. Pra sa më shumë të rritet personi, sepse metabolizmi jon nuk është më i njëjtë, acidet në stomakun ton nuk është më i njëjtë. Qelizat tona nuk janë më të njëjta, pra me kalimin e moshës. Dhe sa më shumë të rritemi në moshë, aq më pak duhet të ushqemi. Mesatarisht një person normal mund të konsumojë 2 deri në 3 herë ushqim, por mund të konsumojë edhe 5 herë ushqim. Kjo nuk secili duhet gjej trupin e vet. Pra duhet e kemi thënë dhe e rritemi prapë këtë. Dikush konsumon 5 herë, por kjo nuk do të thotë që 5 herë janë 5 ushqime, 5 vakte. 5 herë ne po themi që ai në mes të një vakti mund të ketë konsumuar 2 ara dhe 2 mandarinë. Qartë. Pra ne po e vëmë sikur e kemi një vakt. Ka konsumuar në darkë 2 hurma arabe, për shembull kanë konsumuar disa fruta etj dhe arore, ne po e quajmë si vakt. Pra ne po konceptojmë vakt ushqimi që duhet hash bukë. Edhe të kesh tryezën plot. Si ushqim realisht mirë do ishte që 2 vakte do jenë plota. Pra mëngjesi në opinionin tim, po dhe mëngjesi varet nga personat. Disa bëjnë agjërim dhe pra gjithmonë varet nga trupi. Por kryesorja është që ne duhet të bëjmë agjërime të herpaseshme. Duhet i lëmë një farë kohë trupit që të qetësohet. Se sa më shumë fusim ushqim, insulina gjithmonë do fillojë të punojë. Pra do rritet. Po patjetër për çdo herë. Sidomos tani edhe pas tryezave të ngarkuara të ditëve të fundit të dhjetorit dhe fillimit të janarit. Ato do kalojnë për 1 javë, 2 javë, se tani po të bëjnë analizat, njerëzit duhet bëjnë analizat tani se kanë të gjitha të rritura dhe nuk tregojnë real. Edhe ku kemi temperatura nuk duhen bërë analizat. Edhe ku nuk kemi një gjendje të mirë duhen bërë analizat. Edhe ku kemi një natë, 2 net pa gjumë, dhe ku jemi stresuar, jo, sepse kemi edhe problemin jo ngarkuar trupi, po për shembull bëhet sekuestrimi i hekurit në mëlçi dhe mund ta dalë anemi. Ziku do shkojë për të rregulluar këtë nivel të hekurit, sepse ziku është antioksidant, prooksidant është hekuri. Disa nga mineralet kryesore nuk funksionojnë dhe janë dëmtuar dhe nuk dalin mirë në qelizat e kryesore të gjakut ku bëjmë analizat. Dhe mund ta dalin analizat të gabuara, kur ne kemi një inflamacion ose jemi pak të sëmur ose kemi stres. Tani, a sa kohë duhet trupi të rikuperohet? Këtu do ndalemi tani. Sa kohë na duhet pasi kemi arritur të ndryshojmë stilin e jetesës? A mund të përcaktohet? Shumë shpejt, trupi reagon gjithmonë shumë shpejt. Shenjat e para që trupi reagon është brenda disa ditëve. Le ta shohim brenda hapasapi, brenda 24 orëve të para, deri në, po themi, 72 orë, ullet niveli i sheqerit. Nëse ne ulim nivelin e gjithë këtyre karbohidrateve, gjithë elementeve, vajrave vegetal, që janë elementi kryesor dëmtues, mielli, nisështeja, vajrat vegetal janë dëmi më i madh. Që në momentin e parë 24 orë ku ne fillojmë eliminojmë to, pra nivelin filloi të stabilizohet sheqeri, ulet niveli i fryrjes. Shenjat që shikojmë që uria është pak më e kontrolluar. Fillojmë të kemi dëshirë për ëmbëlsirë, po fillojmë të shmangemi. Kjo tregon që ne po reagojmë. Shikojmë që kemi më pak lodhje pas ushqimit. Që në këtë moment ne kemi kuptuar në 3 ditën e parë që ne kemi filluar trupi të reagojë. Pastaj fillojnë reagimi pas 7 ditëve, kur qelizat fillojnë të përgjigjen ndaj insulinës. Atëherë ato fillojnë të përgjigjen më mirë. Fillon niveli i inflamacionit ulet më shumë dhe metabolizmi jon bëhet edhe më fleksibël dhe më realist për atë që na duhet. Nga ana tjetër, rënja e peshës fillon pas ditës së 15, 16, 17, pra nuk mund të bjerë temine që ditën e 3, 4, 5 një gjë tillë. Kryesorja është që nëse na shikohet që gjumi ka filluar të na përmirësohet, e kemi tretje më të lehtë, kemi më pak fryrje, kapslloku ka filluar, nëse do kemi kapsllok ose jo varet,
atëherë kemi një element mirë. Elementet e tjerë të rregullimit të insulinës, nëse do kemi shumë probleme, pas një muaji fillon faza e kyçeve. Insulina duke rënë ndjeshëm, fillon të ndërhyn pasaj deri në inde. Fillon mëlçia të fillojë të çlirohet nga yndyrat. Fillon mëlçia të qetësohet. Fillon që mos kemi yndyra në mëlçi të bien. Nga analiza do shikojmë një përmirësim të triggliceridëve, të sheqerit, të glisemisë, problemit kolesterolit të shumë elementeve të tjerë. Dhe pas 6 muajve fillon normalizimi ose edhe 3 muaj, po varet nga personi, 3 deri në 6 muaj po shtym, fillon një stabilizim dhe një ndryshim total i thellë i trupit të një personit. Nga stili i jetesës ai ka filluar të ndryshojë. Dhe që të bëj, që nga aktiviteti, që nga gjumi, që nga ulja e stresit, përdorimi i vajrave esencial, përdorimi i atyre çajrave, bimbe, ushqimit, dietës, agjërimeve të erpaseshme, largimin nga ushqimi dhe nga elementet dëmshëm, atëherë ne po fillojmë që të rregullsojmë dhe ta përmirësojmë trupin brenda atyre 6 muajve. Në rast se këto nuk ndodhin, atëherë këto gjëra të patrajtuar do rrisin nivelin e stresit më lart. Do fillojnë që gjumi të bëhet më i vështirë. Do kemi më shumë uri ndaj ushqimit. Do kemi pritshmëri sikur do rregullohet diçka nëpërmjet disa ilaçeve, por nuk kemi për ta rregulluar. Trupi jo nuk është dembel që ne e neglizhojmë. Ai ka nevojë për kohë, nuk ka nevojë për presion, nuk ka nevojë për sforcim, por ama ai ka nevojë për udhëzim dhe ka nevojë që ai të dëgjohet. Të ngadalsohet ushqimi të paktën në 2 vakte. Maksimumin 3, po themi 2 vakte. Mos hahet shumë, mos hahet shpejt, që rezistenca ndaj insulinës mos kthehet në një dënim për trupin tonë. Trupi jon nuk na tradhton. Ai përpiqet gjithmonë të na mbrojë në mënyrën e jetesës më të mirë të mundshme. Por në një moment të saktuar ai nuk e përballon dot më atë që po ne i sjellim. Prandaj ai do reagojë. Dhe në qoftë se ne nuk do marrim masa, atëherë kjo do na sjellë problematika. Nuk është e thënë të na sjellë diabet, sepse është një rënjë që kalon në shumë elementë të tjera. Pra uji që ne kemi ujitur ose këtë tokë që kemi ujitur kalon në disa rënjë të tjera. Mund ta sjellë një probleme hormonale, mund ta sjellë një problem menstrual, mund ta sjellë një probleme nëvezore, mund ta sjellë një problem në kancer, mund ta sjellë pra në një tumor, mund ta sjellë në shumë elemente të tjera, në hipertension apo dëmtim të veshkave e të tjera e të tjera.